në shkaktarët që çojnë në aksident janë 3 kryesisht. Gjendja psiqike fizike e drejtuesit të mjetit, gjendja mekanike e automjetit, si dhe gjendja e rrugës. Respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor është faktori kryesor në eliminimin e aksidenteve rrugore. Po që të respektohen rregullat e qarkullimit rrugor, duhet që të respektohet sinjalistika. Pra, duhet që në rrugët tona të ketë sinjalistik dhe të jetë sinjalistika e duhur, si dhe gjendja teknike e rrugës. Që gjendja teknike e rrugës jetë e mirë, duhet që të mirëmbahet. Në rreth parë të ndërtohet mirë dhe pastaj edhe të mirëmbahet mirë nga kontraktorët që shërbejnë në mirëmbajtjen e këtyre rrugëve. Kështu që duhet që të gjitha elementet të funksionojnë në mënyrë që ne të shmangim aksidentet, sepse situata me të vërtetë është emergjente dhe është e rrezikshme. Plus që me ardhjen edhe të verës, do të shtohet edhe numri automjeteve, gati do të dyfishohet numri automjeteve në qarkullim dhe mundësitë për rritjen e numrit të aksidenteve do të jetë e madhe. Mundësia e rritjes së aksidenteve do të jetë e madhe. Ajo që po bëj është që duhet një aksion i madh nga të gjithë faktorët, nga të gjithë instrumentet, nga të gjitha instancat shtetërore për të përmirësuar si gjendjen teknike të rrugës, gjendjen e sinjalistikës dhe një kontroll për gjendjen psikiko-fizike të drejtuesve të automjeteve.